barbar. Imagjinoni ju. Pronari i medjave, ti marrim, ti analizojmë. Pronari i medjave merr tokën që pronar fisnik Tiranas ja u kanë lanë komunitetit për të ndërtuar gjimnaz. 50.000 banor lagja pa gjimnaz. Dhe ata e dhurojnë. Bëhen disa bashku, ja dhurojnë. Në planin e kryeqytetit, në planin urbanistik përcaktohet gjimnaz. Këtë tokë me 4 vendime nominale me emër i jepet Carlo Bolinos në mënyrë që ai nga mëngjes gjërndark të fabrikoj gënjeshtra dhe vetëm gënjeshtra për ju. Është kjo e tëra jo. Keni dëgjuar ju një Llagami Norejda që ishte kryetare e KLG-s. Familja saj kishte një copë të asaj toke. Po kishte dhe familje tjera, si ishte vetme. Në gjëse është interesante. Nuk ishte vetme, jo ishin 5-6 familje. Aty ishin 4.000 sa metër tokë. Ajo, zonja patronazhiste, zonja rilinase, merë kompensim në tokës 3 milion euro. Po nga i mori, nga parat tuaja, taksat tuaja. Merë 3 milion euro, kurse Kaloja e merë tokën me 1 euro. Pse? T'u mashtroj dhe vetëm t'u mashtroj ju. Të glorifikoj të keqen. Të sulmoj gjithë ditën opozitën. A ka akt? Kjo, kështu janë 90% të medjave. A e dini ju se jo në një, por në 3 bordero firmosin mashtruesit profesionistë që kalojnë nga një studio në studio tjetër, banalistët, vetëm se si të mashtrojnë qytetarët, vetëm si të thurin lavdi qeveritarëve hajdut. Në këto kushte jemi ne. Në një situatë dramatike. Por, thash dhe njëherë, ne ja dolem, ta nxjerrim atë para gjithë botës. Se çfarë përfaqëson ai? Një armik i votës. Ja dolem të faktoj me dokumenta se hajdut si ky nuk ka toka. Miq, ju keni dëgjuar këto? Djegësin e Tiranës 130 milion. Tuneli Llogaras 90 milion është në fakt. Aeroporti i Vlorës 140 milion. E tjerë. Po a e dini ju që porti i Durrësit shkon 4 miliardë? Porti i Durrësit, u them unë ju, ishte se pasuria publike më e çmuar e shqiptarëve. Më e çmuara. Porti i Durrësit nuk kishte vetëm një pasuri të themi e patundshme. Jo, ai ndikonte në kuletën, në xhepin, në konton e gjithsecilit prej jush. Pse? Sepse mallrat, ai është një pozicion ideal për vendin. Ai port nga Fieri gjerë në Lezhë ka distancat më të shkurta në shpërndarjen e mallrave.
çmimet më të ulta pranë transport. Ç'a ndodh? Ai port tani bëhet porti i kriminalit Edi Rama. Ai port vetëm trojet, toka trull 1.200.000 metër katror, i shkon të paktën 3 miliardë euro. 12.000 apartamente ndërtohen aty. 6 hotele me 56 yje. Marina me madhe në rajon. Kush i ndërton ato? Arabi i prallave të 1.100 netve, ai ka thënë unë do investoj 7 milion. Gjithsejt, po tjerat, kush i investon? Tjerat i investon Edi Rama me kartel të drogës. Dhe vërtet është që kur në njeri, nuk kur besoj, s'mund këtë vjedh një vend si po i vjedh ky me portin. Pasaj, porti i ri do mërtohet i tëri me taksat tuaja. Dekarojnë me 10 herë se do ndërtojnë privati, as një privat. Do ndërtohet me buxhetin e shtetit me taksat tuaja. Në këto rrethana, kur drejtësia bllokohet, në këto rrethana, kur zgjedhjet, në zgjedhje vota vdes pa hyrë në kuti. Në këto rrethana, kur nuk respektohet as një ligj, as një vullet, shprese vetme është revolta qytetare. Shprese vetme është zemërimi qytetar, është guximi qytetar. Ndaj dhe koha është epike, koha është një rëndësie përcaktuese për fatin e shqiptarëve. Partia Demokratike është forca e vetme që mund të përmbush misionin. Ajo e ka provuar. Miq, partit krijohen, vinë në kulm, zhduken e tjerë, kjo është historia e tyre. Por një gjë, kjo parti e ka provuar. Parti e pamposhtu. Dhe duhet jeni shumë krenar me këtë. Duhet jeni shumë krenar me këtë. Duhet jeni krenar. Ju dhe fëmijët tuaj, për investimin që keni bërë në këtë parti. E themeluat 35 vite më parë. Sporit, nuk po ndalem këtu të përshkruaj kushtet në të cilat e themeluat. Por ndat epokat, transformuat Shqipërinë. Erdhi rebelimi komunist në 97. Besuan se na shuan, besuan se u zhdukëm. Gabim kishim bërë, duhet njohur, duhet pranuar. Por gabimi ynë nuk kishte ardhur kur se ne i donim piramidat dhe skemat piramidale. Jo, s'është e vërtet, ne nuk i njihnim. Kjo është e vërtet. Dhe sapo e morëm vesh se çfarë janë, pavarësisht nga pasoja dhe çmimi që do paguanim, i rrëzuam njëra mas tjetrës. Dhe ja u them unë ju këtu. Unë ju kam thënë atë kohë bashkëpunëtorëve të mi, tani për ne ka vetëm një rrugë. Cila rrugë? Të dalim në opozitë. Se ne s'mund të qeverisim dhe s'do qeverisim kur njerëz që mendojnë se ja u kemi vjedhë paratë. Sepse ngjitja ajo, këta u thanë qytetarëve
i ka marrë qeveria parat e skemave, qeveria s'kishtë marrë as një qindark, mirë po, në njëherë, ajo u besua për momentin, se ato para i kishtë marrë qeveria fut në buxhet, edhe u them bashkëpunëtarëve të mi tani ne, me tutje nuk shkojnë. Kaq, ne do dalim në opozit, do faktohet që ne s'kemi prek një qindark, cili do t'jetë çmimi, dhe pastaj, dhe ne ashtu vepruam. Bën gjithçka, zgjetën asgjë. Fituam zgjedhjet e 2001-shit. Na i morën me dush kur një kujtohet. 10-12 mandate me një zonë, çfarë s'bën, policia në të katëran, po ja u zum në fyt ama. Po. Raporti ndërkombëtarëve u përmbys nga raporti ynë, nga dhanat tona. Të njëjtë gjë u bëm në 2025-ën. Në 2025-ën Edi Rama bëri gjithçka që ta përmbys raportin. I kërcënoi në mënyrën më tegër vëzhguesit ndërkombëtar dhe drejtuesit e tyre. Po ata njerëz me karakter dhe ne bëm punën tonë. Mbrojtëm votën, paraqitëm me qindra mijëra dokumenta. Libri i zgjedhjeve sot është 1500 faqe. Dhe zgjedhjet mbetën. Në qoftë se u kujtohet, në 2021 të nesërmen i vinte mesazhi Edi Ramës nga Departamenti i Shtetit, mezi presim të punojmë me ty, dhe pa kërkuar fare siç ishte zakoni, që të pas është zakon, thuhet, të paktën thuhet që shpresojmë t'i adresoni ankesat. S'kishte me ankesa, ishte fitimtar në kohë kur kishte vjedh. Në 2021 nuk fitoi, as 2025. Po pse nuk fitoi? Se çfarë bëri në 2021? Pagoi në prill të 2021 130 milion euro 10-12.000 familje në zonën e Durrësit, Krujës, Laçit, Lezhës, Kurbinit, Tiranës, Kavajës, para për tërmetin. Bleu votat. Vetëm në atë kohë s'bëri dot. Por historia jonë pastaj tjetra. Së dyti,